Zonja kryetare, nuk e di kush ta lexon rregulloren, shpresoj mos ta lexoj ai që kam unë në mendje, por sipas rregullores së kuvendit dhe të çdo organi kolegjal, nuk mund të fillosh mbledhjen e kuvendit pa pasur minimumi 70 deputet në sallë. Dhe ky është një rregull që është zbatuar në këtë kuvend edhe nga ju në cilësinë e drejtë. Kështu lutem ndërprisni seancën, njoftoni deputetët tuaj të vinë në seancë plenare dhe më pas fillojmë punën e kuvendit të Shqipërisë. Nëse pastaj nuk ju binden deputetët dhe nuk ju vinë në seancë, ky është problemi juaj, nuk është problemi i opozitës. Na kërkove ne të sillim deputetët në sallë. Nuk na detyron dot, ne detyro deputetët e shumicës që të vinë dhe të bëjnë korumin që ti të nisës seancën. E ke për detyrë. Ndryshe seanca nuk mund të vazhdojë. Unë nuk detyroj askënd, as grupin tuaj parlamentar, as grupin e shumicës, po vetëm mund të lexoj nenin e rregullores, neni 44, tani më vjen keq që detyrohem të lexoj nenin.